Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e falenderojmë. Hadithin e sotëm e transmeton Ebu Hurajra radiallahu ta'ala an, i cili thotë kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: Esri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimuna wa in taku ghayra dhalik fa sharrun tada'unahu an riqabikum. Thot, nxitoni me përgatitjen dhe me përcjelljen e xhenazës. Nëse personi i vdekur është njeri i mirë, atëherë ju jeni duke nxitu me e quh ka mirësia, ka hajri. Por nëse është ndryshe, pra s'ka thonë nëse është njeri i keq, po nëse është ndryshe, atëherë thot është një përgjegjësi ose është një e keqe të cilën ju e shkarkoni nga bara juaj. Çto përfundon hadithi, edhe këtu sikur se e vrejmë e kemi një udhëzim konkret për një borxh, për një obligim të cilin njeriu i gjallë e ka kërshi njeriu të vdekur. Ne të gjithë e dim se Islami i ka kushtuar rëndësi të veçantë njeriut kur vdes, e i ka përshkruar disa dispozita dhe rregulla se si duhet me e përgatit edhe si duhet me e përcjell njeriu e vdekur. Ky është obligimi i të gjallëve. Për shembull, me bo me ndodh që dikush ka vdek edhe s'ka pas kush me e përcjell, ose s'kam pas gatishmëri me e përcjell, atëherë ai i vdekuri nuk ka absolutisht kurfar përgjegjësie, por është përgjegjësia e të gjallëve, edhe është bara mbi ta nëse eventualisht nëse nuk e kanë përmbush atë obligim. Sido që tjetë, pra Islami e trajton njeriu me shumë respekt edhe dignitet shumë, duke qenë ai i gjallë apo duke qenë edhe i vdekur. Bile rregullat edhe dispozitat e Islamit thonë se shenjtëria e njeriu është sikur i gjallë ashtu edhe i vdekur. Për shembull, na të gjithë e dim se njeriu e gjallë s'bën me e damtu, s'bën me e lëndu, s'bën me e vra. Ashtu edhe kufomën e dikujt nuk bën me e gjymtu, ose nuk bën me e masakru, Allahu na ruajt, ose me bën ndonjë gjë tjetër. Njeriu e gjallë nuk bën me e përdhos nderin e tij, pra s'bën me e përgoju e të ngjashme. E njëjta gjë është edhe për njeriu e vdekur. S'bën me e përgoju, s'bën me fol keq për ta e kështu me radhë. Du të them se respekti që ka tregu Islami për njeriu, edhe vlera që Islami ja ka dhënë njeriu është për një mend e veçantë, edhe askush nuk e ka bërë një gjë të tillë. Për neve është shumë e logjikshme të e pas parasysh se këto rregullat e Islamit në të vërtetë është Allahu fuqiplot edhe i gjithdijshëm edhe i gjithmëshirshëm, ai i cili i ka para pa. Edhe neve si njerëz, si besimtar, nuk na mbetet tjetër veç se me i respektu ato rregulla. Pra e dim se borxhi, obligimi i të gjallëve ndaj të vdekurit është me e përgatit xhenazën që i bie, me e la xhenazën, me e qefinos, pastaj me e fal xhenazën edhe me e varros. Qito janë obligimet edhe në momentin që xhenazja lëshohet në dhe edhe mbulohet me dhe, njerëzit e kanë përmbush obligimin edhe nuk kanë më obligim për te kësaj asgjë, përveç atij obligimit moral që është që do të me u lut për të vdekurin, që Allahu me e fal, me e mshiru e të ngjashme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast pra tregon se është mirë që xhenazja të shpejtohet procedura e përcjelljes së saj. Është prej rregullave dhe prej preferencave të Islamit që përgatitja dhe përcjellja e xhenazës të mos bëhet me vonesë. Kur thot esri'u bil xhenaze, nxitoni me xhenaze, tash këtu sigurisht që parashtrohet pyetja e sa shpejt pas vdekjes duhet me e përgatit një të vdekur. Sa shpejt pas vdekjes duhet me e përgatit një të vdekur. Nuk kemi
nuk kemi përgjigjet sakt me orë e me kështu sa, mirë po ata që i kanë shpjegu dhe sqaru këto dispozita, kanë thonë duhet aq shpejt sa nuk e dëmton xhenazën, po edhe nuk i ngarkon të gjallët, edhe nuk e zbeh procesin e përcjelljes. Që i bjen, nuk do të më nxitu atë shumë sa po e zonë që në kushtet tona normale tash, kur të vdes një njeri, hapi i parë që bojnë familjarët, edhe kjo është edhe obligim ligjor, është me u konfirmu vdekje e tij. Nga njerë neve mundet me u duk se një njeri ka vdek, a i ndoshta krejt ato testet tona, që me thonë e japin si rezultat se ajo është i vdekun, megjithatë janë ekspertët e lamis, që janë mjekët, ata të cilët janë në gjendje me e konfirmu ma mirë se njerëzit e thjeshtë. Edhe sot të na, për shembull në aspektin ligjor, duhet mjeku me qenë ai i cili e konfirmon vdekjen e dikujt. Për shkak se mundet me ndodhë që njeriu s'ka vdekë, edhe nëse njerëzit nxithojnë me e përgatitë edhe me e përcjell, ndoshta mundet me ndodhë që njeriu me e varros duke qenë i gjallë, e kjo s'ban në asnjë mënyrë. Pra, nxitimit cilin e kërkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të mas pari mos me e dëmtu kufomën në asnjë mënyrë. E dyta, mundet nga njëherë që ai nxitim me kon realizimi i tij me kon koxa i rënë për të gjallët. Pra nuk i kanë rënë, po e zonë ka vdek njëri natën. Edhe dikun edhe natën i varrosin njerëzit. I varrosin me akşam me aci. E keni pa në Mekën, Medinë, edhe me sabah ka xhenaze e kështu me radhë. Mirë po me i thonë dikujt për shembull që ka vdek në akşam, ose pak para akşamit, edhe çonu tash në 12 ose 1 natës grynë vorën e përcillën e kështu me radhë, me pas kushte, s'ka kurfar pengese për arsye se s'ka kufizim kohor. Mirë, po kjo për të gjallët në shumicën e rrethanave mundet me qenë obligim koxa i rënë, kështu që në këtë rast nxitimi çka nën kupton, derisa të bëhet ditë, të krijohen kushtet, të bëhet e lehtë e kështu me radhë, edhe procesi i përcjelljes së besimtarit është proces i cili e ka një dinitet, neve të shku pothuajse për ditë ose shpesh në përcjellje të xhenazeve, mbase edhe s'na bën shumë përshtypje, mirë po mënyra qysh i përcjellim ne të vdekunit, për një mend shumë madhështore. Për arsye se bëhet lamja e xhenazës, mbështjellja me qefin të bardhë që e ka simbolikën e vet, pastaj e xhenazet qitet para xhamatit, i falet namazi me xhamat në mënyrë të organizuar. Edhe unë menoj se kësi respekti njeriut, edhe i vdekun qoftë, kërkosh nuk i ban, qysh ja ban Islami. Andaj, do shta mësimi kryesor për te këti respektit që Islami ja ban njeriut të vdekun, mësimi kryesor do të me qenë që nëse Allah i madhruar në sprovan që dikosh me na vdekën në familje, në farefes e të ngjashme, nuk do të me bo vonesa të panevojshme në përgatitjen dhe përcjelljen e xhenazës. Allah i madhruar i mëshiroft të vdekurit tanë, edhe neve na mundsoft që kur ndajemi nga kjo jetë të ndahemi faqe bardhë. Allah i shpërbleft për vëmendjen. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.